Je pronar biznesi dhe duhesh të merresh një vendim. Shumica e njerëzve çka thonë, unë do t'i pyes plot njerëz. Mirë po, nëse pyet plot njerëz, atëherë shkon te kategoria e atyre që kanë mendim, e atyre që mendojnë. Është e dëshmuar se njerëz që kanë mendim nuk është se kanë gjithmonë mendimin e saktë, ata edhe dështojnë. Mirë po ku duhet të fokusoheni? Duhet të fokusoheni te ata që dinë. Pra, jemi të folë për një lloj teknokracie. Pra, duhet të bazoheni te personat kompetent, te persona që dinë. Pra, gjithmonë konsultoheni me ata që dinë, që janë një numër më i vogël. Po ashtu, ju në biznes duhet të dini që ju jeni mesatarja e 5 personave me cilë të reni mas shpeshti. Pra, keni kujdes se me kanë reni gjatë tërë kohës. Edhe një këshill e fundit. Nëse je në takim, edhe je personi më i mençur takim, atëherë ti nuk e ki venin e takim. Me thonë, ndro ekipin, ndro organizatën e studje.